Jo që më provokon hoxha, po njëherë për vetë arsyetim më ngucin në Medine, në Mekën pesa Mulla Ferit, ishëm bashkë me babën, rahmet i pas shpirti, në umre, edhe tha, s'po del me na vizitu në Shkup. Thash, jëm të prit ty me vizitua Fuzidrizin, thash, s'po mu i thash me ardhë. Këto e zisha, se kjo desh kemi ardhë me vizitua Fuzidrizin, se ishma i ri, thash, unë të ne knaqë në të ju qitë qaj. Atëherë kisha arsuetimin, tash më ka ikë arsuetimi, kështu që është shumë e vërtet që është kënaqësi shumë e madhe, e kem edukat për i babës me da Shkupin shumë, ama shumë. Besa bes, gjithaherë me qef ka ardhë edhe deri në ditët e fundit jetës ti me i pason veç deri në aeroport kom punë, se mos lasum me ardhen Shkup me nejtë, ka thonë ani që po të shëshrej. A mu të ne udhës, në hile e ka bu, jo për vizitojnë për atë hoxhen, jo këtë tjetrin. Kështu që i tilë ka qenë edhe ka da Shkupin. Por, me tekst veçantë dhe me padurim erdhëm se hoxhen Burhan nuk është që e njof shumë personalisht, për shkak të moshës që na dallon, po edhe për shkak të aktivitetit ti që ka qenë edhe herët e edhe jashtë vendeve tona. Mirë po, kur thuhet se ky hoxh shkruan poezi, njerëz që merren me art, si kur dojnë me tregu që e kanë shpirtin pak më të madh se sa mundet me shpreh gjuha atyne. Piktori, me lapsin e tij, flet më shumë se sa që flet një orator me fjalët e tij. Poezitë e tij që në fund, kjo e ka një nofk, nuk e di pse i ka ikë Mulla Bekirit me përmend, që e qunë veten Jabanxhi Zamani. Dhe kjo tregon shumë, rrëfen shumë, që ky njeri, përveç tjerash, në mesin e atij hijretit që e ka, për hir të Allahut, edhe të njëjtën kohë është garib, wa tuba lil ghuraba. Do të mjau bo për hajrë gurbet lëkun këtyne njerëzve që e njën vetën Jabanxhi, që t'jetosh në një kohë të sfidave, të zhvillohesh dhe të krysh studime, juve duhet të gjithve sikur mund me na shku mendja me thonë edhe sa hoxhallar tjerë në Shqipëri janë të kësaj moshe të diplomum. Nuk gjejnë. Ndërkaq plejada e kësaj gjenerate kam përmend dhe përmendi që për neve tani si gjenerate, mes me tash po quj këtu në xhami, mas i ka hoxhallar dhe ma të ri, kanë qenë frymëzim sepse me të vërtet në ditët e komunizmit dhe të rrëzimit të komunizmit, në ditët kur xhamit tona janë mbush me xhamat të kategorive të ndryshme, jo vetëm të njerëzve të pashkollum, profesori Sabaudin, Mulla Zeka që janë këtu prezent, Rahmetliu, hoxha i madh i shqiptarisë, Mulla Jakupi, Mulla Mazlomi, e unë nuk kam qef mja nda edhe shokun e studime muftin ton, që zakonisht Islamin e kanë pas prioritet, pun, aktivitet dhe të gjithë janë në moshë të pensionimit pa u korrit në këtë drejtim, duke dhënë më të mirën për jetës tyne, e kjo është edhe frymëzim për neve, po edhe një dëshmi që me përkushtim të mirë mundet të mja dal njëri gjithsesi. Natyrshëm që vetë hoxha përmendi se Shkupi mundet krejt Ballkanin me mbulu me hoxhallar, dhe edhe pse brenga e hoxhës Sabaudin se ku janë ato aktivitete që kanë qenë dje nuk janë sot, megjithatë mund ndodh që ndonjëherë largohet mënyra e organizimit institucional, por me të vërtet Shkupi, por jo vetëm, Maqedonia në përgjithësi, në nivel të shqiptarisë, krejt i dojnë parët edhe jo munimi dashtë. Krejt mundohen më konë edhe kombëtarë atletarë, edhe ju i jeni. Krejt mundohen me punu e mu angazhu e me dalë në gërbet e tjera, por krenanin me islamin që e keni shumë të fuqishme mos e lëshoni kurrë.
mos na këshyni neve që këritmi ka pak rrugës, në këto që i përmendat gjitha, ma në islamin se është shpëtim për dunja dhe ahiret. O sallallahu ala nebina Muhammed.